Kjo me shenjte, të cilin tani do të fillojmë, do t'ja kushtojmë Zotit për paqen e Kosovën tonë. Do t'ja kushtojmë Jezu Krishtit, i cili diç për të liruar njeriun. Duhet të thënë, ja kushtojmë këtë me shenjte e gjithë atyre që këto ditë dhanë jetën për Kosovën. Lusmi Zotin të jetim shirshëm dhe t'i shpërblej me kurorën e drejtësisë. Nuk u munde këtë hymje mos të përmendi edhe nënën Tereze. Ajo është shejtëreshe gjallë. Ajo sot është me popullin tonë dhe në të gjithë popull, sepse mishirojnë këtë botë dashurinë e Krishtit, e mishiroj paqen. Prandaj, edhe ne të gjithë të lartësojmë mendjen e shpirtin tek i gjithë pushtetshëm, që Zoti të sjellë paqen e Kosovës, që Zoti të jetë pra nesh, e që kjo nesh të jetë sa me denjë, e gjithë të të ndohemi në lëshimet dhe gabimet që i kemi bërë. Edhe ne jemi të tillë, një kulturë e nashë. Zoti nuk dëshiron të shkuhet shqipja, të shkuhet gjuha jonë, të shkuhet tradita jonë, të shkuhet gjithë shka që e përbani kam, jo vëllezër dhe motra. Zoti dëshiron të arrujmë na. Zoti dëshiron të arrujmë etnin tonë, sepse duhet të dimë, nëse ne humëmi, nëse ne ndryshojmë, nëse nuk je marrë të shqiptarë që kemë qenë, sigurisht, do t'i japë një llogarinë për të marrë në zotë.